Pazari i Gjës së Gjallë në qytetin e Klosit, i cili për shumë dekada ishte një pikë shumë e rëndësishme për banorët jo vetëm të Matit, por të gjithë qarkut Tibër, thuajse është dukur. Prej vitit 2016 në këtë treg nuk ka më aktivitet të shitjes së mishit apo të Gjës së Gjallë si dikur. Në treg të Blegtorisë ka pas mbi 200 krerë në shitje. Tani ka ngel një 20 krerë, 15 krerë. Gjallëri ka pas, gjallë ka pas mjaft. Pazari ka qenë shumë i madh, pazari s'ben s'ka, gjën s'ka, shpët për këtë punë. O kot, zhdukret e shef. Ka 8 kinqa në pazar, 8 kinqa. S'ka më të gjë. Blegtoria duhet ketë, ose si duhet ketë. Blegtoria është me levërdi. Asë e mbaj man të këtu, se mbaj man ishte me gjën gjallë që nuk ishte ka shkoshe, ka lushe. S'ka gjën gjallë, ka hek njerëz, ka hek gjëja. Kjo ka ndodhur për shkak të një vendimi të Këshillit të Ministrave, që mbylli të gjithë tregjet e hapura për shitjen e miqit, duke detyruar që ky proces të bëhej vetëm nëpër thertore. Por kjo dëmtoi banorët që shisnin kafshët apo mishin kryesisht ditët e diela apo në ditët festa në pazarin e Klosit. Vetëm pak banorë kanë marrë mundimin të nxjerrin për të shitur tashmë të imtat apo gjedhët në pazar. Blegtorët thonë se mbyllja e tregut është një dëm të ekonomisë së tyre familjare. Praktikisht s'ka punë. S'ka punë si 3 kanë një kret, do në punë s'ka, 200, 300, sa kanë qonë, po të hanë s'ka kanë një kret. 2-13 vetë një metë dhe pjesë, se 3 kanë nikë. Po kanë dërto villat dhe kanë nikë. S'ka njënë këto. Nuk kemi këto pjesë. Nuk s'kehet, ato që kanë nikë nuk s'kehet më. Po arsia punës, por hekin njerëzit prej pune. S'kanë që jetojnë tu. Qish dhe jetojnë tu, pa punë. Këroj shteti punë, rajnë kret njerëzit tu, vinë prapë këtu. Në vend vetë. Po e kanë bëjë villat për i lanë. I lanë se s'ka rrëje. Në e ekspresët se kanë hikë të kretu, 8 gjemë kumë. Të 8 në Itali, unë vetë në kumë betë, shëf, i luj. Kumë bërë 7 shpia për fmi, i martova, bëmë 7 shpia, lërë shpia të hikën, mërën të të hikën. Këto shpi po thuj se këto 2-3 vjetë të funit janë braktisur. S'ka. Ja, e braktisur më në qosh. Edhe këto shpi që shef në brava meje, edhe këto e në braktisura, ka një 6 shpi këtu, që nuk kanë lujnë, dhe më kanë hikë. Kanë ngejve shpilesht, që popullimi në ka prish punë të male. Jo ne e panindëve, po edhe hikën. Në dhjenë kesh shumë, inshallah, do të thejnë. Sa njës ka pas, sa ka pas. Ka pas asë shumë njërë sa... Me thonë, mos bëj gabim 300 shpi, alla 6 shpi. Të gjendur në këto kushte, blegtorët thonë se po heqin dorë nga blegtoria, e cila ka shkuar në vitet e fundit drejt zhdukjes.